Tragjedi në Greqi, shkeligazi gabimisht teksa parkonte 44 vjeçaria përplas për vdekje nënën. Një tragjedi e pa imagjinueshme familjare ndodhi të hënën pasdite në Elefsina, ku një grua 71 vjeçare humbi jetën në mënyrë të tmerrshme duke u përplasur nga makina e saj ndërsa po parkonte. Një moment pa kujdesi rezultoi fatal, duke e vënë në zi një familje dhe të gjithë lagjen. Incidenti tragjik ndodhi rreth orës 13:30 në rrugën Alkiviado. Sipas informacioneve, shoferja 44 vjeçare ishte kthyer në shtëpi me nënën dhe fëmijët e saj pasi kishte shkuar më parë në shkollë për t'i marrë, ndërsa po përpiqej të parkonte automjetin e saj. 71 vjeçaria doli nga makina për t'i dhënë udhëzime. Sipas të njëjtave informacione, dera e pasagjerit mbeti e hapur dhe gjatë procesit të kthimit mbrapa shoferi aksidentalisht skeli gazin. Mjeti lëvizi në mënyrë të pakontrollueshme, duke zvarritur gruan e moshuar dhe duke e bllokuar atë midis derës së hapur të makinës dhe një peme. Ngjarja tragjike u zhvillua para syve të tmerruar të nipërve dhe mbesave të 71 vjeçares, të cilët po qanin për gjyshen e tyre. Rinjët që dëgjuan britma të dëshpëruara nxituan në vend ngjarje për të ofruar ndihmë, ndërsa vajza e 71 vjeçares ishte në gjendje shoku. Fëmijët po qanin për gjyshen e tyre, tha një banor i tronditur i zonës për gazetën greke, ndërsa një tjetër banor raportoi se ata po qanin dhe po kërkonin ndihmë në të njëjtën kohë. Gruaja e 71 vjeçare u transportua me ambulancë në spital ku shpall e vdekur. Vajza e saj 44 vjeçare u arrestua nga autoritetet me akuzën e vrasjes së paqëllimshme, ndërsa hetimi për rrethanat e sakta të aksidentit është duke vazhduar.